Kjo ndërhyrje që po bëjmë tash besoj se do zgjidhë përfundimisht një nga problemet më të mëdha, do thoya, gjatë përmbytjeve në Shkodër, që është nyja e harkut Bërdicës që përmbytet gjithmonë. Shpresoj shumë që të zgjidhim këtë problem me këtë pastrim. Do doja ta falenderoja edhe bashkëpunimin që kemi pas me bordin e kullimit, edhe ndërmarrja jonë e bashkisë kanë punu bashkë. Ky ka qenë një kanal që ka qenë pa zot. Nuk dihen në inventarin e kujt ka qenë, asnjë sa ka pas marrë përsipër, dhe kjo ka qenë arsyeja që ka mbet. Tani u bashkuam, bashku forcën, morëm makineritë nga bordi i kullimit dhe makineritë e ndërmarrjes son. Është një punë voluminoze, punë shumë e madhe, por jashtëzakonisht me impakt të lartë për gjatë kohës së përmbytjes. Besoj se bashkë me problemet e kolektorëve që kemi zgjidhur Shkodër, kanaleve që kemi zgjidhur Shkodër, kjo është, mendoj, e fundit që na krijon një funksionim më të mirë gjatë kohës së tërheshjeve. Është shumë e mirë kjo që u bëhet këtu. Ky vepër për ne 20 vjet, sa prek me dorë. Mi 20 vjet. Edhe kena ne sa herë ka rashiu, kena ne me frikë apo na bllokohet harku i Bërdicës. Jena blloku. Unë besoj se me këtë ndërhyrje ne kemi zgjidhur përfundimisht problemin e urave të harkut të Bërdicës. Kështu që punoni, ne i zona ku punojmë. Na si banori na shumë kënaqur. Edhe ky kanal i herë ka bën një gjatë madhe që ka hymja Baçallekut. Ka kanë emuluar me të 7 vjet. Bollë që është pastru, a rregullu.